E falenderojmë dhe lartësojmë vetmin Zot krijuesin ton Allahun xhalla xhelaluhu. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë edhe falje kërkojmë. Ati i besojmë se është i vetmi i pari i pa fillim, ai është i vetmi i fundit i pa mbarim. Ndërsa të gjithë ne, edhe ata që jetuan para nesh, edhe ata të cilët do të vinë pas nesh, deri në krijesën e fundit që Allahu Dhul Xhelal bën emër me ardhmë në jetën e kësaj bote, ata janë të përkohshëm. Edhe ne një ditë do të largohemi, por do të japim llogari para Allahut subhanahu wa taala. Salavatet dhe selamet ja përcjellim më të dashurit ton, vulës së të gjithë pejgamberëve, shembulltyrës ton, ai i cili na e mësoi se si duhet jetojmë drejt jetën e kësaj bote, me besim të drejtë, me respekt të ndërsjellët, e mandej në rast se jetojmë të tillë, e meritojmë shpërblimin e Allahut Dhul Xhelal nesër kur do dalim para tij. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por asnjëherë nuk i harrojmë edhe ata të cilët dhanë nga vetja e tyre, e dhanë pasurinë, e dhanë dijen e tyre, dhanë çdo gjë vetëm e vetëm për ta përcjell fjalën më të mirë, fjalën e Allahut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Besimtarë nderuar, kur e kuptojmë se me çka na ka nderuar i madhi Zot, me çka na ka ngrit i madhi Zot, gjuha e besimtarit në vazhdimsi thot elhamdulillah. Kur e kupton se kush je, kur e kupton se si i madhi Zot Dhul Xhelal ka përzgjedh në mesin e këtyre miliarda njerëzve për me i ra në sejdë, rukuja rritet me lartësim. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Por edhe në sejdë nuk mundesh me ngrit kryet let pa i thënë Allahut Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. E aja që na ka nderuar i madhi Zot, është që na ka bërë kësaj feje të vetme të pranuar tek ai. Na ka bërë umet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur ne nuk e dim dhe nuk ja dim vlerën e asaj që i madhi Zot na ka dhënë, shumë lehtë devijojmë. Shumë lehtë lajthitemi. Shumë lehtë largohemi prej asaj që Allahu na ka nderuar. Në mesin e atyre shumë që duhet me qenë sot prezent në xhami, ne jemi më pak. Edhe ata cilët e kanë për obligim me ardhur sot në ditën e madhe, ditën e xumë. Mirë pa ata hala nuk e kanë kuptuar madhështinë se kujt duhet i nënshtrohen dhe kujt duhet i besojnë. E ti në mesin e miliarda njerëzve sot je prezent në shtëpinë e Allahut edhe me falendëru Allahun xhela xhelalu. O vllazën besimtar, kur e them është begati, është mirësi, na duhet me lut Allahun me na rujt imanin dhe besimin që e kemi. Ne kemi në familje tona, ne kemi në shoqërinë tonë, na kena në rrethin tonë, kur njerëzit e nisën, mirë po e lanë besimin, e lanë dinin, e lanë namazin, e lanë sunetin, e lanë mirësin, e lanë dordhanjen, e lanë afërsinë me njëri tjetrin. Për çfarë arsye? Sepse ata menduan se atë që ka e bartin mbi vete, ata do të vdesin ashtu. Mi po asnjëri prej nesh nuk e kemi të garantuar ashtu siç e fillojmë edhe e përfundojmë. E na duhet me lutë Allahun Dhul Xhelal me na rujt imanin, mos me deviju zemrat tona, me që Allahu Dhul Xhelal na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Abdullah ibn Mesudi e ka përcjell këtë hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dikush prej juve punon me vepra të banorëve të xhenetit, sa që mes tij dhe xhenetit largësia është sa parakrahu ose një lër, ose me përkthy 45 cm është larg xhenetit. Mirë po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vjen caktimi i Allahut, ai ndryshon, fillon bën vepra të banorëve të xhenemit dhe vdes dhe hyn në zjarmin e xhenemit. Allahu na rujt.
Cilat janë ato veprat banorëve të xhenetit? Namazi. Cilat janë veprat e banorëve që na çojnë në xhenet? Agjërimi, sadakaja, fjala e mirë, zeqati, respekti ndaj njëri tjetrit, veprat banorëve të xhenetit. Mirë po ndryshon për një moment, janize e pin alkoholin, e le namazin, e le mirësin, e le Kur'anin, e le sunetin, krejti praktis, dhe na gjendje vdes dhe shkon në xhenem. E kuptoni rrezikun ku e kemi? Na në rrethin ku jemi, me shoqnin që na rrethon, është shumë rrezik. Kur e kum lexuar në fillim hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka me ardhur një kohë, ki mu ngrit musliman e ka më të ardhur akshami jo musliman, ose vjen akshami je musliman, edhe të zë mëngjesi ju musliman, që është e mujshme. Po për interes dynjas e shet fejen. Sepse edhe namazin, edhe sadakan, edhe veprën e mirë, aje e ban me sy e falsi, aje e ban me dyftyrsi, aje nuk e ban për Allahun. E kur i vje vdekja, del në pa e vërteta, se çka ai ka në zemrën e tij. Për atë arsye i nderuar vëlla besimtar, xhamat shumë i respektuar. Jemi të e pa gjendjen e kësaj shoqënie. Me çka jemi të rrethun? Rreziku është nga katër anët. Mirë po me thënë atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht, ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinika. Nëse nuk e din gjuhën arabe, thuaj o Zoti jam, forco ma këtë fe, ti je rrotulluesi i zemrave. Forcoje imanin tem, forcoje zemrën tem, orientom ka e vërteta. Pash Zotin e madh, kur thu namaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. A e thun me një mend, o Allah u zon në rrugën e drejtë, apo veç shpreje është e jotja? Pra kur e thu, o Zot, kërkoj prej teje mu më uzu në rrugën e drejtë, edhe Allah të ka mësu në cilën rrugë, në rrugën aty që ti ju ke dha mirësi, ju ke dha të mira në jetën e kësaj bote dhe botës tjetër. Me lutë Allahun. Allahu ka thënë Kur'an, Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e fortë, të palikunshme në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Bera ibn Azib ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas, e ka shpjegu se fjala e fortë, fjala e vërtetë për besimtarin është fjala la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Besimtari i sinqert, ai i cili një mend e adhuron Zotin pa me dyshje, edhe namazin e kryen çu duhet, edhe agjërimin, edhe sadakan, edhe veprën e mirë, Allahu e forcon jetën e kësaj bote. Ati nuk i del shpirti ndryshe vetëm se duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kur vin me lajket me marrë në pyetjen në varr, ai nuk përgjigjet ndryshe. Zoti im është Allahu. Feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Këta janë ata të cilët Allah i ka nderuar me iman. E Allah i na bëf till me jetu me iman edhe me vdek me iman, mos me deviju gjatë rrugës. Edhe me këtë hadith që e transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos u habitni me punën e askujt. Mos u habitni me punën e askujt, as me namazin, as me moralin, as me sadakan, as me sjelljen e mirë, me kur gjë, mos u habitni me veprat e njerëzve, me thon filani mashallah, derisa nuk e shihni fundin e tij. Dëgjoni hadithin, sepse dikush punon një kohë gjatë me punë të mira, me ba me vdek në atë gjendje, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shkon në xhenet. Mirë po, me një kohë kthehet dhe bën punë të këqija, vepra të këqija, e le namazin, hajtë mërë se Zoti e bën mirë. Ha se kemi kohë kur mu falë, aty të kujtohë se ky ka qenë ai i cili ka ngrit me falë namazin e sabahut. Ka thotë Qu se koha e namazit sabahut, qu me shku me falë namazin e gjumas, sot ajo është në punë atje. Ka shumë njerëz musliman që e kanë lanë, janë gjysë të rrugës, sot do e gjuma, vazhdo ti, s'kina me hy bashkë me një varë, o vllai dashur,
me të za vdekja në këtë gjendje, po thot pejgamberi alayhis salam shkon në xhehenem. E ndryshon. Don Allahu ja kthen imanin dhe besimin. Thot pejgamberi alayhis salam në fund, ko don Allahu e shfryzon para se me vdek. I thanë sahabët, ja Rasulullah, çka i bjen kjo para se me vdek me shfryzu? Allahu një rob e shtyn me u pendu me bë punë të mira në atë gjendje ja merr shpirtin. E din se kjo e ka pas perimet gjatë jetës. Nuk e ka pas me dyftyrsi, mirë po vinë situata, rrethana nga njëherë largohet me një kohë prej namazit, largohet mirë po shoqënia e mirë, xhamati i mirë. I thonë o filan, ke frikë Allahun, sot është ditë e madhe, ditë e gjuma, asgjë nuk ka vlerë më të madhe sa me ardh me fal namazin. Ose prindi me i thaj vladit, ose shoku shokut, le alkoholin, po të zënë Allahu po ta bje vdekjen ty me alkohol në dorë, me duhan në dorë, me drogë në dorë, me punë këqija, në zina Zotin na ruaj në hajni. E shoku i mirë, rrethi i mirë e ban ato që ka deviju me një kohë me u kthy në rrugën e drejtë. Edhe ato e sheh sot. Mos u çudit, çka tha pejgamberi, mos u habit, derisa të fundi. E dikush thotë, o, filani ka pi, filani ka vjedh, filani ka bë kështu, mirë pa Allah e ka uzu sot është në saf. E madron Allahun. E ti? Ti veç të thonë, unë jam musliman i mirë, veç e kam zemrën e mirë, duhet me u sjell mirë, ani pse se fal namazin, Zoti e ka mëshirën e madhe. Jo, vallahi, ki me dhënë përgjegjësi të madhe. Andaj lut në Allahun në vazhdimsi. O Allah, ruaj na imanin. O Allah, në momentet e fundit me dal me besim prej kësaj bote. O Allah, në rast se ne gabojmë, rrshasim, na kthen rrugën e drejtë. Mos na lë me shku larg, sepse shejtani don me i tërjek njerëzit. Qyshta Allahu, mos i pasoni hapat e shejtanit, sepse shejtani çon drejt devijimit. Andaj në këtë ditë madhe, ditë e xhuma, e lutim të madhin Zotul Xhelal me na udhëzu në rrugën e drejtë, ama në rrugën e vërtetë, në rrugën e atyre që ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, edhe ata të cilët kanë ardhur pas shokëve të tij, edhe ata të cilët po thrasin në rrugën e drejtë. Allahu Azza wa Jall e ruajt këtë rini prej devijimit. Allahu Xhela Xhelalu e ruajt këtë vend prej armëqve, të cilët ditë edhe natë bëjmë plane për me na dëmtuar e me na shkatruar. Por Allahu Xhela Xhelalu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ne nuk e ndryshojmë. I kena të mirat e Allahut në dorë. I lajmë vetë, mos vajtojmë, se vetë i kemi fajet. Mi për në rast se kemi diçka që e kemi para vetës, nuk është mirë, na duhet mu angazhu dhe me përmirësu gjendjen e këtij vendi. E lutim të madhin Zotul Xhelal, gjithmonë para se me mbyll hutbën tonë, o Zot, ata të cilët kanë në borxhe, mundsoja me i kthy borxhet ja Rabbel Alamin. Ata të cilët kanë hallë dhe derte, ndihmoj o Zot i Madh. Ata të cilët padrejtisht po mbahen në përburgje, le të kthehen familjet e tyre ja Rabbel Alamin. Ata të cilët janë të martuar dhe fëmijë nuk kanë, Allahu Xhela Xhelaluhu i dhuro fëmijë. E dikush një djalë i ri tha, o hoj, nuk po bën dua për neve që simi të martuar. Allahu ju martoft ja Rabbel Alamin. Allah e bëft në familjet e juja me pas gjithmonë të mira e nimete ja Rabbel Alamin. Dhe kështu që shbëjmë i bashkë në ditën e madhe, ditë e gjuma, Allahi na bëf bashkë edhe në xhenet. Wa yaqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.